Eddil emanete ila men i'tamanak. Çoja amanetin në vend, kryje detyrën ti vet. Wala takhun men khanak. Dhe mos tradhto atë që të ka tradhtu. Subhanallahu, vëllezër dhe motra, sa herë ne arsyetohemi në jetë, ja bona se ma ka bë. Ja ktheva se ai e nisi i pari, e tjerë, shumë zullume njeriu i bën, sepse menon me që ai e bëri i pari, unë ja kthej. Jam të kthy hakun, ai nisi, la ilaha illallah. Është shumë e vështirë që ti ta kthejsh aq sa të zhbër pa drejtësia, shumë e vështirë. Sepse njeriu kur mat për veten e tij, mat me peshore tjetër. E kur mat për tjetrin, mat me peshore tjetër. Jo vetëm tregti, jo në biznes. Jo edhe në të drejta, edhe në hukuk, edhe në merita. Njeriu është i prirur që vetes tij t'ia peshojë gjonat shumë. Ndërkohë që tjetrit mos t'ia peshojë gjë, mëse s'ka gjë. Për shembull, në rastin një tjetër, pa mëse i llafi thosh, pa mëse i metër tokë e lujta kufinin, pa mëse s'ka gjë se për tjetrin. Kurse për vete, i llaf i vogël me ardh nga dikush, bëhet nomi.